e zhvillon profesionin me një vend dhe paguhet ult, shkon dikun tjetër, sepse gjitha veprimtaria në aspektin profesional bëhet për përfitime materiale. A dhe dashuria dhe kombësia, ndjenjat patriotike, largohen. Askush ty nuk të pagun për ndjenja patriotike dhe kombëtare në universitet, po të pagun për dijen tone, për profesionalizmin tanë. Veç ta përfundoj tash. Sa kjo është shumë e rëndësishme, sepse po përzihen reçotet adel, edhe krejt po menojnë, po gjuhen pluhen populizëm, edhe po folet çka po don me ndëgju populli. Nuk është ashtu. Është sepse paguhesh për profesionalizëm. Ti ke zgjedh me shku me një universitet tjetër, me ligjëru, për shkak se universiteti në Kosovë nuk ka pas mundësi, kapacitete financiare, me t'i përmbush kërkesat e tua, me i vu në nivel me pritshmërinë tua që i ke pas. Kërkesat tua. Tash, do me thonë ti si munësh, tash nëse është ashtu tradhtari, ai që zgjedh me shku dikun tjetër, me fitu ma shumë se sa fiton në vendin e vet, atëherë na krejt bashkëdhetarët ju po i quni me një farë me tradhtar që veprojnë jetojnë. Ti po qune edhe zotis vajin tradhtar. Ja, tash ti këtu ja hina krejt bom tradhtar, ja zbonët asnjë. Këtu s'ka zotis Spaiu, pse është profesor, s'është tradhtar, e na tjerë ti jena tradhtar. Për çka është tradhtar zotis Spaiu? Për çka është tradhtar? Mos e devio. Për çka është tradhtar? Të Hamburgut për Unë jam të i thonë që nëse profesori thot që një individ, një futbollist, nuk bën me shku. S'ke nevojë, pranoj argumentin tënd. Po vjen mirë. S'ke nevojë me çu më larg. Po, shiko, ai ka mujtë më arsyetuar, me thonë që po shkojnë në Shqipëri sepse po më japin pozicion më të mirë. Unë këtu po rri në Kosovë jam rezervë, atje po më shtin, po luaj centarfar, qendër sulmuese, se ka mujtë me gjetë si arsyetimi. Po ç'është thonë Po, ama nuk mundesh me thonë që unë për shkaqe patriotike po shkoj pelshoj Kosovën. Ja, po kush s'ka thonë për shkaqe patriotike, profesor. Ti u gute pak që i thotë tradhtar se ai nuk është tradhtar. Duhesh me trajtu në aspekt profesional, jo popullist. Nëse don me trajtu në aspektin popullist, na kena kallajbe, na muna me ditë çka do me ndëgju populli. Shumë kallaj. I morëm dollaj ka kryet të punë. Shumë kërranzë. Shikoj statusin e prindit. Dëgjoj, tash e lexojmë statusin e prindit. Leridan, duhet me po pak më. Veç më ne ta jap të sqarim, meqense e morë shembullin e profesorit. Po. Unë vitin 2006-2007 kam qenë profesor në Universitetin e Hamburgut. Po. E kam pas rrogën 10 herë gati më të madhe se kur jam kthy. Jam kthy, kam nejt një vjet për arsye profesionale, por megjithatë unë nuk kam dëshiruar me mbyll karrierën time me nejt në një universitet prestigjioz. Atje, kum do me dëshiru me mbyll edhe me qenë kulminacion të karrierës dallojnë këto dy sene si nota me ditë. Kur je kon kulminacion të karrierës je kon Hamburg, kur ke dash me mbyll karrierën ke orë në Kosovë. A e to janë diçka tjetër. Po alo se kum mbyll Unë po e ngriti këtë paralele për shkak se ajo është në kulm karrierës. Po po s'kum shiko se unë se dallojnë këto dy profesione. Me qenë futbollist i ki 10 vite karrierë ndërsa profesor i ki 50. Dallojnë. Për 10 vite bën e parë sa bën e parë, masanes një kush. Shiko, është gjithkush ka drejt me tradhtu. Po duhet me ditë çka është tradhtia. Ja, s'është tradhti. Jo, është tradhti. Është mendimi yt. Gjyrat e Kosovës edhe me shkuë për një kombëtare tjetër, qoftë edhe për një kombëtare vllazërore, se na kombëtarën e Shqipërisë kemi kombëtare vllazërore, edhe çdo kur luan Shqipëria kundër dikujt tjetër, unë simpatizoj për Shqipërinë, përveç kur luan me Kosovën. Mirë po, kjo është e pahishme, domethënë që me lanë Kosovën dikush që lindur rrit në Kosovë, ka hongër bukën e Kosovës, ka marrë mësimin në Kosovë, ka mundësi me luajtur për kombëtarën e Kosovës, e shkon e luan për kombëtarën e Shqipërisë. Kjo është tradhti. Nëse tjetër gjë nëse është për shembull nëse Federata e Futbollit të Kosovës nuk i ka jep hapësirën e duhur, nuk e ka kuptuar ç'është duhet, domethënë nuk i ka jep mundësinë mu tregu edhe ai del edhe vendin e parë që zgjedh është Shqipëria, ku atje kapiteni i Kosovës e dëshmon që Federata e Kosovës, trajneri i Kosovës edhe kryetari i Federatës kanë pas gabim, pse se kanë marrë, është një tjetër gjë. Po nëse këtu janë dhënë mundësitë, e ka shku për cilin do arsye tjetër, atëherë etnik bruti nuk ka faj, edhe nuk
nuk është determinues i fuqisë pasaportës kosovare as i shtetit kosovar. Nuk është etnik bruti, as asnjë futbollist tjetër. Nuk ka as përgatitje akademike, as intelektuale, as është politikan, as ministër. Prandaj e shfaqsova. Ajo pasaporta e Shqipërisë. Ashtu blen se ti nuk e di nesër mundet më bëj ylli futbollit botëror. Mundet inshallah bont. E po ti mos e thuj ato nuk është. Nuk është, nuk Po nuk dihet. është. Po prapë edhe më bëj ylli botëror i futbollit, është Xhegrova, s'është determinues, për shembull më na i forcu pasaportën. Në rregull se na nuk e dina çka ka menduar nesër. Hajde na i shpresojmë. Nga kjo ngjarje, na duhet me nxjerr mësim edhe me u bashku edhe me punu, mi forcu institucionet, infrastrukturën, federatën, krejt me u bon shumë të fort që ai me qenë, shteti me qenë atrakcion edhe për të tjerët. Qysh ata po janë atrakcion për neve, na duhet më bo atrakcion për tjerët. Për ndryshe, problemi që ndron te na, nuk është te individ, te shoqëria në përgjithësi. Edhe nuk na jep neve mundësi me orën e emision e me shpreh as më dol tradhtor para kërkojna. Pikërisht to është problemi, pse unë thash, nashta pak u guta, allone që tash u gute, po është problemi, se për një me u gute se duhet me trajtu në formë profesionale, edhe me po në aspekt gjër, e jo etnik brutin, me cilësu si faktor. Ja, qartë, tash, dyshimin profesionalizm o dyshimin termin tradhtor duhet me hek prej menës. Duhet me hek se nuk na takon. Edhe me zhvendos fokusin te institucionet tona, te federata, te njerëz cilët mirën me këto punë, bashkëpunimin federat me federat. Jo me dalë në publike me thonë ka marrëveshje, kena raportet mira, e na tjetër sen ni, na tjetër sen shoh. Kujna mi besu na tash? A mi besu veshve? A mi besu së? Edhe e mira e kësaj është me prit me dalë me deklarata individ që janë vetë. Fjala tratar ekziston në fjalën e gjuhës shqipe. Nëse unë i premtoj Lorikut që sonte kam qenë në emision, edhe nuk i vinë në emision, unë bëj tradhti. Po ti mund është mos mua dhe se në vjekë. Po, ajo tjetër që ajo thirri, Lorikun i ka dhejë